Jeni duke ndjerë kur Good Feeling nga Florida këtë këngëtarin Julian mban mend ishte ai që bënte këngën Can you blow my whistle baby? Ky që na ka mësuar se si të fërshkëllejmë. Ja, ka qenë fantastike fare, mbanim një ca kohë atëherë edhe kështu si ringtone, si zile telefoni. Që vendosim këngë tani. Rini. 18:36 minuta është në orë. Jemi live këtu në Top Albania Radio në Top Fare. Angelo Shkeli, Julian Hura dhe DJ Vini që bën magjira nga ana tjetër e Çka ka ndodhur? Kemi telefon? Pastaj mori Ismaili. Jo, Luigi. Jo. Alo. Alo. Jasu, hajde qasu, si kalove? Jasu Refile, ke ju telefonova për festat e nëntorit, për gjithë shqiptarët ku janë në anën banë. Faleminderit motra jon, faleminderit, po besoj nga na telefonon se duhet na telefonosh nga Greqia, besoj kështu nga Theksi. Afina, Selaniku, nga je? Ego jam sto Athina, që kam vite që jam këtu, po zemra ime është gjithmonë në Shqipëria. Qa egoist? Qa thua me zemra ime thotë është gjithmonë në Shqipëria. Okay. Pas ka zemrën në Shqipëri, Trupi në Greqi, ore zemra në Shqipëri. Po, është i keqja, jo, po. Po duku ndonjëherë këtë nga atë, nga zemra, mos kujto se vetëm për festat apo atëri i bie telefonit, ha? Edhe pedia mos më prisni me këmbë të para, se këtu erdha për t'i uruar. Për t'na uruar, po çfarë është kjo pedja se e the pedja një herë, dy herë, tre herë. Ç'a do të thotë? Po benziste ti lëre flasit. Pedja, mos na shano Juli, themi live, por se me atë regjistrim ta hiqi. Ajo e ma përgjithësinë. Okej, mirë. Po ta riuroj edhe veten, jo vetëm neve. Jasu se edhe ne këtu në Greqia ndjejmë, sa herë bëni ju festa, që atje këtu kemi rritet çmimi. Rritet çmimi? Qa çmimi rritet mi? Sa herë bëni ju festa, ne blejmë mishi, që festojmë. Dhe sa festime bëni ju atje, që ka shumë mish blejnë në këtej. Unë barua mishi Refile, sa më mish të greku. Edhe këtu të nësimet. Dhe pas ka kriz nga greku, ha? Kriz mishi. O, Vini, Vini. Po, jo, ani do i gjë tjetër, jo vetëm me mish tani. Ozojnë. Mishi me xhaxhiki rreth. Oçna. Sa gjë tjetër ku festoni ju? Mishi mirë, ha? Marrin, hajnë mish mirë të po. Po mirë, si ka pak se dhe shumë mish bëndëm. E gjove mjeshtrin, bëndëm shumë mish. Ozojnë, po ti tani ta marrin vesh ne more për të uruar, për të ankuar, se tani ne kemi edhe ç'na duhet ne me greku që ç'pun kemi ne me mish të greku. Rritet mishi i grekut. Ç'pun kemi ne me ta? Pyesni Micotaqi, ç'pun kemi ne? Për ç'a more? Për të ankuar more? Hire, unë ju mora për t'ju uruar nga zemra, që t'jeni pavaro lidhur gjithmonë pavaro. Pavaro çfarë? Mos na ka ngatruar me Luciano Pavarotin kjo ne. Pavaro çfarë zonjë? Pavaro lidhur, te diamu. Pavaro lidhur? Okay. Po mirë, të keqen e urimit apo urim stil mallkimi thotë. Gjithsesi, Juli ka një pyetje për ty. Një. Jepi ti orë, ti e ke. Atë se ke një pyetje për mua. Shpite ka unë do të flas për këtë, se po më mërzit shumë. O Zojn, meqense vet flisni shqip, po e keni shqipen pak të shartuar me fjalë greke. Po fëmijëva ju keni mësuar shqip? Gjuhën e nënës do të thonë? Ne, se nëna ime fliste grekisht, Refile, se e kam nga Fisocica, në kufi me grekin. Nga e ke? Nga Visocica më lidhur në grekin, më në kufi me grekin. Visocica! Vini e di ku i bje Visocica? Po, është në kufi ande nga greku. Dhe më thëmë, burri jot pas ka durim derri zonjë. Shqipen! Ja ke mësuar fëmijëve Shqipen. Me Shqipen fëmijët e mësuan, po mësuan sharjet e para, që thash më mirë mos e përdosin gjuhën, që më mirë mos ta mësojnë fare. Shif ku i ka shku menja, mos përdosin gjuhën se kanë mësuar sharjet. Fale, emrin si e kishe zonjë? Ego ime Dimitrula. Ego ime, sa emër gjatë paske? Ego ime Dimitrula, po si të thërasin shkurt, ego? Apo ime? Ime. Si që thonin basollit. Ula, ku jemi Ula. Bukur zonja Ula, bukur, na pëlqen, po. O zonjë, po nga Shqipëria, keni marrë veç ka ndodhur, i ndiqni lajmet, portalet?
Mediat. Për ditë, ke shap Facebookun, ke lexoj komentet nga kushurin, ke aty marrë vesh të gjitha informacionet. Aty di si ecën ekonomia, kush ka vjedhur, ke kush ka shtuar kile, kush ka marrë kredi, kush martohet, po ke edhe kush pritet të futet në Big Brother. Po hënjëherë na thuaj Na thuaj. Tash informacionet se dim nëse I kemi të sakta apo jo, po E bëkeni patriotizmin me wireless, ha? Po normal, se sot atë mbahet me interneti, që unë jam patriote digitale, shqiponjen e bëj me emoji se më duar me dhëmbin kockat. Që mbajmë një fort atë unë ke mos e lini se pa atë nuk jeni asgjë. Bravo Dimitrula, bravo. Shumë e ke mbajt atë dhe unë. Sa e ke lënë vetëm e ke ikën Po kush e di për çka ka ikë më për mos I bjem edhe në e shkreta ka marrë në telefon po harxhon ofertën me kupton ti çfarë bën. Ka marrë nga WhatsApp-i, më parë internetit. Aq fort e ka mbajtur Greqinë më sa e ka lënë Shqipërinë në dorëzime, kupton? E ka lënë kështu pa duar fare. Se mbante dot si dhembin kockat, prandaj tha, mbajeni ju. Shiko refile, se ne këtu në Greqia kemi sistemi, kemi kultura, kemi ekonomia, domethënë kishte ekonomi para se të rriteshin çmimet, po prapë tjetër frima. Po, mi shoqë, po, atje edhe ajri man kështu, arom kamomili, po normalo, e drejt. Nere, ke më ndjek fati keqe refile mu, sa vi atje ke argjoj lekët e kthehem sto Athina me portofolakja bosh. E ki kam thënë vetë, shumë në Shqipëria se të ndjek varfëria. Ajde refile Kalinita. Kalinita, zonja Ula. Me të mira, Kalinita, vlla, mirë, natën e mirë, Kalinita. Thështë të Kaliunis. Jo, Kalinisa. Okej, natën e mirë, zonja Dimitrula nga Athina na mori për të na uruar. Shumë faleminderit Dimitrula, edhe ne si shqiptar që e duam shumë muzikën, do t'ju përshëndesim. Top fare më dhe kjo miza ishte këtu te ne, nuk ishte aty te ju, se të gjëri nga makinë ka kthyer kokën. Ku hyni miza këtu? Miza. DJ Vini, jemi gati të bëjmë lajme. Po pasi biem pak botës rreth e qark për 5 minuta. Okej, DJ Vini na jep atë bazën që të na fusësh në atë botën. Me mbrëma të dashur teleshikues, teledëgjues, teletabis. Jemi këtu në flash informativ shkurt e gjysëm. Spajn, ikin dritat në hotele luksos. Shqiptari nuk humb kohë dhe gërbit 1 milion euro bijuteri. Sa i thon fix bet fik lampat. Rritet kreditimin e lek, po normale se euro mori rrugën e Mos maleve më koleg ç'ke më burr. Ç'e stresohesh pra, më fillojnë ato. Nisë me vrulle prandaj. Rita Ora hapit me deklaratën se gjyshja e saj ka qenë shtrik. Çfarë thua? Gjyshja ime ka qenë 100% shtrik, ka deklaruar ajo. Po ka drejtë se si jepte lek kur ishte e vogël. Ja, thashë mos a doli nga fjerje. Berati. Spanjë, prokuroria kërkon 24 vite burg për ish ministrin e transportit të përfshirë në korrupsion. Edhe rrugën do ta bëjnë në këmbë, tha të shkel me këmbë aty ku ka vjedh. Normal spanjërët godet. Shpërthen trajneri I Nigeris pas eliminimit nga botrori. Kongo na bëri magji me kukulla vudu. Po mirën ndeshjen e Razës dhe Tiberi kanë atje lojtarëve çohen Berat, kështu që lajni dilni jek. Cristiano Ronaldo, unë jam më I bukur se David Beckham dhe më I njohur se Donald Trump. Dhe sigurisht jam më I pasur se Yul Hurr dhe Angelo Shkreli të dy së bashku. Përveç kësaj, po këtë deklaratë ka bërë para se shkonte në shtëpinë bardhë apo pas? Po, para më para. Po shumë mirë, normal që ta bënte para se pas. E pash, po koleg. Kalonte si ikte syt njëri në shtëpi të bardhë u nxi shkreti. Po ishte në shtëpi të bardhë burr, si ishte total te ka fjalaq, si imagjino Cristiano Ronaldo personi që si binte njeriu në syte taj takimi. Mers zemëron brazilianët me komentet e tij. Çfarë tha? Shau karnavalet më duket. Jo, akoma më keq. Oho, I pas ka përmend humbje 7-1, ha? Ka thënë për një qytet brazilian që aty nuk rrihet me, nuk rrihet me, të iki. Shiri pas ka bë golin, bravo Merc. Qeveria indoneziane evakuoi 170 alpinistët e bllokuar në Semeru. Tani qeverinë ka zënë halli se disa prej tyre dolën aq shpejt sa tani pyesin nëse marrin edhe medalje për zbritjen më të shpejtë vitit. Tom Cruise me një Oscar nderi. Të bëja filma thot duke ishte thjesht punë. Është identiteti im, po ti s'bën filma mor shok, ti bën vrapë edhe nga lartësitë. Filma. Normal. Cristiano
Ronaldo bën një selfie në shtëpinë e bardhë me Musk, Infantinon dhe Georginën. Kjo foto në shqip ka vetëm një përshkrim. Gjithë të mirat i kes, gjithë çfarë dush, modele, leke, pushtete, talente, çfarë do më nga jeta. Nëse keni nevojë për një mënyrë moderne për të mbajtur telefonin tuaj, Apple e ka zgjidhjen. Laçon një xhep për celularin tuaj i cili kushton $230. Kështu që kemi Apple që na trego ku me fut celularin se deri sot se dini vallaj. Për zotin ç'i keni këto, a? Aq më tepër që i kemi xhepat bosh, ka vetë sa dush. Po si ka ishte më dhënë xhepat yli. Gen Z, brezi për të cilën puna është më depresive se sa papunësia. Po normal se ti punon gjithë muajin. Futesh në Instagram e sheh atë moshën tënde që ka hedhur një foto në Maldive dhe ka një orë sa bën sa të dyja veshkat e tua dhe thua ti po punoj kot. Imagjino. Çfarë ndodh? Po mirë mos u fut Instagram. Ta fshi fare? Fshije? Mirë po e fshi. Pas Trump, BBC i kërkon falje dhe Kate Middleton. Me sa duket edhe BBC e ka kuptuar se është më mirë të kërkosh falje sa të rish durosh komente të sharje në rrjetet sociale. Fute një fal aty e jam rregull. Do t'i bie më të fortë. Man. Fusha e rënduar nga shiu shtyhet ndeshja e kategorisë së parë. Me aq shumë shi sa ra, do ta kthejmë vendin për të kullotur lopës se do dali bar i ri, do kënaqen lopët tëra i truall me bar. Ç'është kjo lopë të keqen, si ajo lopa këtej nga Tirana. O vino çak. Çi pas ka këto loptare. Është ushqyer me bio lopa. Po edhe një lopën. Hajde lopa. Tregu i punës në epokën e inteligjencës artificiale. Cilët punonjës do të kërkohen më shumë deri në 2030? Ka provizione pafund për ata që rrin pa punë, prapë s'do i kërkojë njëri pozitën vet. Si do të pavi pse vi puna të kërkoj ti kush jeni? Çfarë puna? Në fakt ti puna vetë erdhi, po ta vendosh. Po e lutem gjithë natën. Po. Hajde të lutem. Autokritika dhe akuza. Ish kryeministri grek publikon librin Itaka. Ndizen debatet në Greqi. 760 e ca faqe libër normal do ndizet debatëre. Ne s'kemi dëgjuar më shumë 20 minuta në parlament, të lexojmë 700 faqe u shpreh një qytetar, po greqisht. Si kishte emrin? Dimitrula. Ekspertët, Rusia, aktori kryesor i kërcënimeve hibride në rajon. Mos ka dalë kategori tjetër për çmimet Oscar? Jo, më jo, e ka për tjetër gjë, ojë. Po pse drejtë ju thon aktor me sa çmendë ai lan pa punë. Aktor parlament, aktor këtu, aktor aty. Po ne. Na mbytën aktorët ojëra, po qetësova pse. Po ti çova çuçi 6 për punë, teatri. Ç'ke po se si nominim më burr. Çalli ke. Kur ti je nominim, vazhdo bëj kështu deklaratash. Ish presidenti francez Sarkozy refuzoi ushqimin e burgut dhe hëngri vetëm kos. Po s'kishte si të ndodhte ndryshe. Këti kishte kohë që i kishin për punët për shesh. I futi në mëngjes kos, në drekun. Çfarë ka bërë mami dhe në darkë kos. Lufta e gjeneratave, këngëtari i famshëm turk Ibrahim Tatlises pa ditë djali, shkak bëhet nipi. Më thuaj që je Ballkanas, pa më thënë që je nga Ballkani. Na kitarata, vazë zabata, stini u kutiriu, seneri po ka. Okej, këto pra ky ishte fleshi informativ shikues teledëgjues teletransportues. Teletubbies. Okej, kemi ardhur në fund të kësaj pjese të parë, Juli. Kemi pjesë 2 Juli. Në pjesë 2 kemi Alma Çela e ka ardhur, po pret e shkret ajo, kështu që le të mos e lëm shumë të pret. Kam histori çfarë ndodhi, po do ta themi në pjesën e dytë se çka ka ndodhur, si qysh si tek. Ikim dhe rikthehemi sërish në pjesën e dytë. Vazhdoni që ndroni në Top Albania Radio.